Këtë javë, organizata Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve, njohur ndryshe si Voraj, organizoi hapjen e ekspozitës e Zor Amendar, fuqia brenda nesh. Ekspozita mbajtur në qendrën multikulturore Krah solli para publikut pikturat e artistës Fahrije Mehmeti. Përmes ngjyrave dhe portreteve të grave rome, këto vepra artistike pasqyruan forcën, dinjitetin dhe përvojat jetësore të grave dhe aktivisteve rome. Hapja e ekspozitës mblodhi përfaqësues institucionesh, organizata të shoqërisë civile, media dhe dashamirës të artit. E kemi piktorën dhe artistën Fahrije Mehmeti, e cila të njëjtën pikturë në bashkëpunim me partnerët tonë në Finland, Helsinki Diakonia Foundation, është e hapur dhe do të qëndrojë e hapur për një vit, me shpresën që rrugtimi i Fahrijes dhe prezantimi i saj në artistik të mos mbetet vetëm brenda vendit tonë, po të shfaqet dhe të jetë prezente edhe në vende të tjera. Historia dhe pikturat e Fahrijes besoj që flasin më shumë se sa fjalët. Artistja Fahrije Mehmeti tregoi për familja jonë se si lindi frymëzimi për këto piktura. Ka 25 vite që kam filluar të pikturoj dhe të realizoj piktura të ndryshme, të cilat i ekspozoj në ateljen time. Përmes fytyrave të tyre paraqes vështirësitë që kanë kaluar gratë dhe përpiqem që në këtë formë t'i sjell ato vizualisht, duke treguar se si dukeshin realisht përballë sfidave dhe vështirësive të jetës. Ajo foli gjithashtu për kohën që kërkon në realizimi secilës vepër artistike. Piktura që i realizoj me dimensione të ndryshme dhe të ekspozuara në ateljen time marrin nga 3 deri në 5 ditë pune. Deniz Avdiu, zyrtar për edukim në Voraj, shpjegoi se kjo ekspozit ka përquar mesazhin dhe rrëfimet e grave rome dhe përtej kufive të vendit. Ideja pse kemi paraqit një ekspozit të tillë këtu në qendrën multikulturore Krah është për shkak se thjesht me tregu shoqërisë këtu në Kosovë që ekziston një ekspozitë e cila është paraqitur në Finland, por në të njëjtën kohë ekziston edhe tek ne në Kosovë. Pikturat të cilat janë të paraqitura vijnë prej piktorës Fahrije Mehmeti, e cila vjen prej një fshati të vogël i cili quhet Lepi, e cila për vite të tëra ka pikturuar fytyra dhe portrete të ndryshme të grave dhe vajzave të komunitetit rom, edhe thjesht këto ngjyrat të cilat i ka paraqit në pikturat e saj, ideja e tyre ka qenë thjesht me tregu se sa ngjyra janë në çfarë forme është e paraqit thjesht komunitetin rom. Për shkak se siç e dimë, komuniteti rom veshjet e tyre zakonisht kanë qenë ngjyra, edhe thjesht emocionet e saj na vazhdimisht tregojnë përmes artit të cilin është e paraqit në pikturat e saj. Ajo tregoi gjithashtu arsyet pse Finlanda zgjodhi si një nga pikat e ekspozimit të këtyre pikturave. Ekspozita në Finland është lidh drejt për drejti për organizatës tonë, Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve, edhe thjesht ka qenë një ide kur finlandezët kanë vendosur me paraqit kulturën, traditat e komunitetit rom në muzeet e tyre. Pse kanë filluar është për shkak se tu e ditë që komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, realisht komuniteti rom ekziston në Kosovë dhe ka gjendje të ndryshme ekonomike, sociale, ata kanë vendosur me paraqit disa fotografi, por në të njëjtën kohë edhe disa piktura të ndonjë artisti nga Kosova. Në këtë rast ne kemi propozuar Fahrijen që me paraqit ekspozitën e saj, e cila ka me qëndru
për një vit në Helsinki të Finlandës, edhe ideja është që përmes pikturave të saj me tregu më gjithësisht mbi ato se çfarë mundet ajo me bo, edhe thjesht çdo pikturë ka emocionin më ndryshe, disa groja duke buzëqeshur, disa po tregojnë përmes syve po mundet me u tregu se sa e vështirë është jeta e tyre, e forma të ndryshme të cilat janë të paraqitur atje, e që vizitorët vazhdimisht vizitojnë ekspozitën e cila është e paraqitur në Helsinki të Finlandës. Sipas Avdiut, arti në çdo formë të tij mbetet një mënyrë kreative dhe domethënëse për të shpalosur rrugtimin, sfidat dhe sukseset e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Na këto i kemi paraqit kulturën, traditat e tyre, edhe është një nizmë shumë e rëndësishme që me u paraqit thjesht komunitetet romashkali dhe egjiptian, edhe besoj që kjo edhe duhet me u vazhdu, normalisht, jo vetëm në nivel të organizatave, por me u vazhdu edhe në nivel institucionale, për shkak se krejt ideja dhe qëllimi jonë është që ekspozit e tillë, një ekspozit, një muze, nëse kisha mujt me quajt i tillë, me u paraqit edhe me u mbështet nga ana e niveleve institucionale. Ne vazhdimisht jemi të e plotsu ekspozitën edhe këtë muzeun cilin e kemi të paraqitur këto, për shkak se vazhdimisht kemi kërkesa edhe mundësi të tjera për me shtu pjesë të ndryshme jetësore të komuniteteve romashkali dhe egjiptiane, dhe konsideroj që tradita, kultura e tyre duhet me u paraqit te shoqëria, sidomos në tekste shkollore ose histori të ndryshme, që ndoshta njëna prej iniciativave shumë pozitive kishte me qenë që fëmijët në shkolla me mësu për komunitetet romashkali dhe egjiptian. Thjesht me pas një ori bazike mbi ato se çish kanë jetu, prej nga kanë ardhur, që sa janë duke qëndru këtu, me çka janë të u marrë dhe thjesht me u pranu si pjesë e shoqërisë të përgjithshme. Në fund, artistja Farie Mehmeti ndau një mesazh motivues për gratë e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Mesazhi im është që gratë e komuniteteve të mos ndalen pavarësisht vështirësive të shumta që mund të paraqiten në jetën e tyre. Është shumë e rëndësishme që ato të jenë të vetëdijshme se nuk duhet të dorëzohen asnjëherë. Përveç kësaj ekspozite, të gjithë të interesuarit mund ta vizitojnë qendrën multikulturore Krah në Prishtinë për të mësuar më shumë rreth historisë së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe për të parë nga afër artefaktet që shpalosin kulturën, traditat dhe historitë e tyre.